Përshëndetje, quhem Rovena Xhafa, jam dietologi klinike e Qendrës Spitalore Mjekësore Kirurgjikale Salus. Ky shërbim dietologjik u ofrohet pacientëve tanë për të siguruar kushtet më të mira spitalore duke u bazuar në kërkime shkencore. Por lind pyetja, cilat janë kompetencat e një dietologu? Dietologët janë trajnuar të zbatojnë në praktikë shkencën e dietologjisë me qëllim që të përmirësojnë shëndetin e pacientëve. Më konkretisht, ata interpretojnë shkencën e dietologjisë për përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm dhe trajnimin e sëmundjeve duke përdorur gjithmonë metodologji të njohura për të vlerësuar në mënyrë kritike bazat e të dhënave shkencore në mënyrë që të përmirësojnë këshillat dhe udhëzimet e tyre. Me ndihmën e edukimit ushqimor, këshillimit dhe dhënies së udhëzimeve dhe rekomandimeve të individualizuara, dietologët kontribuojnë në përmirësimin e statusit ushqimor dhe zakonet e të ngrënit të dy grupeve, të shëndetshëm ose të sëmurë në të gjitha fazat e jetës. Dietologët kanë shumë aftësi. Njëra prej tyre është aftësia për të përkthyer dhe dhënë njohuri teorike, duke e bërë më të lehtë për njerëzit që të bëjnë zgjedhjet e duhura të ushqimit dhe stilit të jetesës. Për më tepër, ata përdorin njohuritë dhe kërkime shkencore më të avancuara dhe të vlefshme mbi ushqimin, shëndetin dhe sëmundjet, duke udhëhequr njerëzit në një nivel teorik dhe praktik për të zbatuar në mënyrë jetese të shëndetshme përmes zgjidhjes së duhur të ushqimit. Në të njëjtën kohë, dega e dietologjisë është një nga disiplinat shkencore me rritje më të shpejtë. Siguron bazën për kërkime të nivelit të lartë nga dietologët nutricionistët që kontribuojnë në promovimin e shëndetit publik dhe njohurive shkencore në lidhje me ushqimin dhe marrëdhëniet e tij me shëndetin. Ata shpesh shërbejnë si anëtar kryesor të ekipeve multidisiplinare për trajtimin e kushteve komplekse klinike të tilla si sëmundjet e kancerit, diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, alergjitë dhe intolerancat ushqimore, çrregullimet e të ngrënit, kequshqyerja, dëmtimi i veshkave, çrregullimi i zorëve dhe situatat post-operative. Mos harroni se shkenca e dietologjisë lejon që trajtimi i pacientit të bëhet më i plotë, më i saktë, më i personalizuar dhe rezultativ. Ju faleminderit dhe ju mirëpres në Salus.